Shqipëria e do Europën, ka bërë progres, por është në dorën e vet antarësimi deri në vitin 2030 në Bashkimin Evropian. Kështu u shpreh presidenti i Komisionit Evropian dhe i të njëjtit mendim është edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se prej disa kohësh Bashkimi Evropian ka ndryshuar qëndrimin ndaj Shqipërisë. Ne të gjithë themi me të drejtë që fushi i zgjerimit është një proces që bazohet në meritat dhe këto merita që Shqipëria meriton janë të dukshme tani. Është mjaft impresionuese të shikoj për shpejtimin, shpejtësinë që kemi kaluar në 2-3 vitet e fundit. Prandaj unë mund të them vetëm që jam e impresionuar thellë nga shpirti këtu që gjej, nga fryma që gjej këtu në Shqipëri dhe jam shumë të përqendruar në ambicien tuaj që deri në 2027 Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Duke vlerësuar progresin e bërë vitet e fundit nga Shqipëria, presidentja theksoi se ka besim në mbylljen e këtij rrugtimi sipas afateve të shpallura, ndërkohë kryeministri tregoi se në takimin kokë më kokë me presidenten e Komisionit Evropian, kjo e fundit ka vlerësuar vendin ton për arritjet e bëra. U bë disa kohë që jetojmë në një realitet tjetër në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ky objektiv lidhet me detyrat që ne bëjmë këtu. Nëse ne do vazhdojmë kështu, ne do t'ja dalim që në 2027 ta bëjmë detyrën tonë. Kështu që edhe herë, unë jo e besoj, por e kam bindje absolute që është në dorën tonë që ne të arrim objektivin e 2027, sepse kam bindjen absolute që presidentja nuk lëviz nga pozicioni i saj, që nuk është pozicioni sot.